8 marsi njihet si dita e gruas në të gjithë botën. Kjo ditë simbolizon bashkimin e tyre pa dallime, me qëllimin e vetëm për të arritur paqen, barazinë dhe drejtësinë. Po si i gjen kjo ditë gratë në shtetin më të ri të Evropës, Kosovën? Lumnia Thaçi, bashkëshortja e një prej liderëve kryesor politik të Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi, analizon situatën e gruas dhe pozitën e saj në një intervistë për radio-televizionin Ora News. Sipas zonjës Thaçi, gratë kosovare krahasuar me vendet evropiane janë akoma larg, ndërsa me vendet e rajonit, gjendja sipas saj është më e mirë. Femra shqiptare ose gruaja kosovare në Kosovë është në nivelin e kënaqshëm në të gjitha proceset në për të cilat ka kalu Kosova. Mendoj që po ta bëj një krahasim me vendet e regjionit, është e nivelit kënaqshëm. Dihet është 30% kuota, është e plotësuar, domethënë në aspektin politik e kemi fjalën, mirë po edhe dëshira do të ishte që në të gjitha aspektet, domethënë çdo sektor, gruaja kosovare të jetë pjesëmarrje me një kuotë më të lartë. Por zonja Thaçi jep edhe një këshill për gratë në të gjitha hapësirat mbar shqiptare. Do të jem më këmbgulse dhe të punoj më tepër, në mënyrë që ne si femra ta dëshmojmë veten, ta tregojmë veten dhe padyshim që edhe dyert do të jenë të hapura.